ka personazhe si këto që cituam që fare mirë mund të ishin të zëvendësueshëm dhe nuk po flas thjesht për ngjyrën e lëkurës apo për llojin e interpretimit që kanë bërë, por edhe fizikisht, për shembull të marrim Elliot Page-in, është një mashkull 1.55 i gjatë, 50 kg dhe po flasim për një personazh që ka qëndruar 10 vite me ushtrinë e Odiseas jashtë mureve të Trojës, ka mbijetuar dhe me të nis filmi. Unë di që një ushtar i atyre kohërave kishte një mburoj që peshonte jo më pak se 8 kg, një shpatë që peshonte jo më pak se 2 kg. Tash një person që është 50 kg të mbijetoj 10 vite jashtë mureve të Trojës duke luftuar për ditë, për mua nuk ka sens logjik. Për të cituar pastaj Tony Sopranon, që unë e kam për zemër sado që nuk duhet marrë si shembull, pa ai ka një batut që i referohet këtij momenti që ne po kalojmë. Ai thotë të normalizojmë këtë, të normalizojmë atë, të normalizojmë gjithçka, po sikur të ndjejmë dhe turp ndonjëherë. Kupton se edhe turpi është njerëzore dhe ne këtë pjesën e turpit në zgjedhje në kinema unë s'po e shoh më fare. Do flasim për Odiseën e Christopher Nolan, ka përshtatur në film një nga historitë ndoshta më të vjetra të kthimit të njeriut në shtëpi. Megjithatë është një film që është shoqëruar me shumë polemika edhe para se të dilte në kinema. Le ta fillojmë domethënë duke bërë pak nolaneske dhe ne domethënë duke bërë një lloj thyrje të kohës, duhet të pyes cilat ishin përshtypjet e tua në fund të filmit, në momentin që dole nga kinemaja. Unë pata fatin ta shikoj në IMAX në Kosovë, një IMAX digital, jo 70 mm. Kujtojmë që ka një ndarje midis IMAX-it digital dhe atij në pelikull. Ai në pelikull 70 mm është vetëm në 40, siç thamë më përpara, 40 kinema në gjithë botën. Unë e pash në Kosovë që gjithsesi është një IMAX fantastik sepse ekrani është shumë më i madh se sa një ekran kinemaje normale, po flasim për mbi 20 metra gjerësi dhe mbi 10 metra lartësi, kështu që je goxha i përfshirë në sallë. Përshtypjet e para ishin shumë të mira, shumë të bukura sepse është film 2 orë 50 minuta i rrjedhshëm që ikën për shkak të kualitetit jashtëzakonshëm që ka, këtij hiperrealizmit në imazhe, në skenat pastorale të fshatrave që ka apo të detit gjatë gjithë kohës. Kështu që përshtypjet e para ishin patjetër të mira. Edhe unë pëlqeva filmin, sidomos në momentin e parë që dola nga kinemaja, isha akoma me ato ndjesitë e para dhe në atë moment më duk një kryevepër. Nuk jam tek fansat më të mëdhenj të Nolanit, edhe pse ka filma të tij që i adhuroj. Dunkirk, mendoj që është një filmat më të mirë të luftës që është bërë ndonjëherë. Po pata përshtypjen më pas sikur kisha parë një lloj vazhdimi të Oppenheimerit, edhe tek Odiseja, domethënë me këtë temën e luftës dhe të njeriut që kthehet i penduar për atë që ka bërë dhe ka gjithë hallet e botës mbi supe. Skenari ka këtë vibe-in e Oppenheimerit, sepse siç e the ti, Odiseja këtu ka atë pendesën për çfarë ka bërë në Trojë dhe ka pikpyetjen a duhet kthehem apo jo në shtëpi, unë a e meritoj të kthehem në shtëpi, unë gjithë këto stërmundime ndoshta janë sepse unë kam shkelur shumë ligjin e Zeusit që dëgjuam në film. Patjetër është një ndryshim radikal nga si jemi mësuar ne ta dëgjojmë Odiseja në shkollë apo ta shikojmë në filmat e mëparshëm dhe po rikujtojmë filmin e Kirk Douglas i viteve 50 në mos gabojmë dhe pastaj më pas ai Bekim Femiut që është shumë i afërt me ne për shkak se ne jemi të gjithë fansa të Bekimit. Para se të dilte filmi pati një debat shumë të madh, sidomos në lidhje me castin, me Lupita Nyong'o, Elliot Page. Nuk e di sa lidhje ka realisht kjo polemik tani që filmi ka dalë dhe këto personazhe, po dhe disa të tjerë që janë debatuar në fillim, bëjnë ose jo 20 minuta kohë në ekran në një film që është afërsisht 3 orë i gjatë. Domethënë nuk e di sa që ndron ky debati që pse janë zgjedhur, pse janë pjesë e filmit. Unë mendoj që ka një arsye pse janë zgjedhur, sepse është zgjedhur jo vetëm Elliot Page dhe Lupita Nyong'o, po është zgjedhur Travis Scotti, repisti, John Leguizamo që është meksikan, janë zgjedhur komsi të ndryshme, kemi dhe aziatik në film, në një film që i referohet, po themi si lokacion Greqisë dhe Turqisë, sepse janë ato ishujt dhe tokat që shkelen.
Mendoj që ka një arsye pse janë vënë këto personazhe dhe ka 2 vite që filmi është kontroversial dhe debatohet masivisht në rrjete. Në fakt unë në eksperiencën time nuk kam parë një film tjetër të diskutohet kaq shumë. Dhe në prizmin e biznesit kjo është gjë fantastike sepse për kinemat në këtë moment Christopher Nolan është hero i padiskutueshëm. Ne kemi kinemat në mbar botën, përfshirë dhe Shqipërinë, që ankohen prej dekadash për një punë që është në rënje, për një numër shikuesish që është në rënje, dhe nëse ne këtë afirmim të kinemave, të sallave e marrim për të mirë qenë, sepse realisht ne nuk e dim konkretisht se si shkojnë numrat në salla kinemash, në multiplexe, a është thjesht problemi filmave jo cilësor, apo është një punë që nuk bëhet sakt nga vetë kinemat, nuk është më kinemaja që atraktive, nuk i flasin më njerëzit ashtu siç duhet i flasin kinemas në mënyrë moderne, po e marrim për të mirë qenë sikur është vërtet ashtu, sikur kinemaja në salla është krizë, gjë që unë edhe besoj, sepse po të shohim në shumë qytete, për shembull në Shqipëri nuk ka salla fare. Dhe po ta marrim në këtë prizëm, Nolani në këtë moment është hero i padiskutueshëm sepse kishte vite që kinemaja nuk ishte plot në çdo ditë dhe në çdo orar. Sot është vështirë të gjesh një bilet për Odiseën tek Millenniumi apo tek Odisea në këto ditë e para. A ishin vërtet, domethënë këto personazhe kaq të rëndësishëm sa të justifikonin për masat që mori debati rreth filmit, apo mos ndoshta filmi ishte kthyer ndërkohë në simbol politik para se njerëzit kishin mundësi ta shihnin. Po, unë preka atë aspektin e biznesit më përpara, po në kinema paktën një film dashës do shohë aspektin artistik. Nëse ne marrim vetëm aspektet artistike dhe principet artistike, atëherë patjetër që Odisea i Nolanit ka shumë mëkate, po themi, mbi shpinë. Ka mëkate sepse ka personazhe si këto që cituam që fare mirë mund të ishin të zëvendësueshëm, dhe nuk po flas thjesht për ngjyrën e lëkurës apo për llojin e interpretimit që kanë bërë, por edhe fizikisht. Për shembull, të marrim Elliot Page-in, është një mashkull 1.55 i gjatë, 50 kg si pesh. Dhe po flasim për një personazh që ka qëndruar 10 vite me ushtrinë e Odiseas jashtë mureve të Trojës, ka mbijetuar dhe me të nis filmi. Është një sekuencë ku Elliot i vrapon dhe për mua si shikues, nëse përdorim një sens logjik të përbashkët, çdo lloj mashkulli tjetër më i gjatë dhe me më shumë pesh mund ta zëvendësonte më mirë, sepse Ellioti ka shumë pak minutazh në film. Pse është zgjedhur pikërisht Ellioti? Sepse Ellioti përfaqëson një grupim caktuar në Amerikë dhe mendoj që Nolani bashkë me ekipin e producentëve, se kur ne kemi të bëjmë me filma mbi $250 milion, dhe këtu dua edhe të them që filmi është deklaruar $250 milion, por nuk është llogaritur kostoja e marketingut dhe shpërndarjes që kalkulohet mbi 100 milion, pra po flasim për një film afro $400 milion. Kur ka investime të tilla, nuk është një komunikim me regjizorin, pra ne nuk po komunikojmë vetëm me regjizorin dhe artistët, ne po komunikojmë me skuadrën e producentëve, ku është dhe vetë Nolani producent, se janë 7 producent, me një producent ekzekutiv që nuk është Nolani. Pra ne po flasim me skuadrën e producentëve, po flasim me skuadrën e marketingut, kështu që nuk është më një film autori thjesht, po është një produkt, një konglomerat skuadrash. Ai film është i ndarë në skuadrat e asistentëve të regjizorit, në skuadrat e audios, skuadrat e videos, në skuadrat e trupave që bëjnë kontrofigurat, në skuadrat e efekteve speciale, të make-upit, të kostumografisë, sepse aty investimi është kolosal. Do me thënë, ne nuk jemi më në raport me një person dhe nuk mund themi që ky është filmi Nolanit. Për mua ky është filmi një skuadre të jashtëzakonshme dhe patjetër që arti është në kompromis të jashtëzakonshëm me biznesin në këtë lloj filmi. Besoj se kjo është e vërteta dhe arsyeja pse Lupita Nyong'o është aty, pse Elliot Page është aty, pse Travis Scott është aty, që me gjithë respektin nuk është fare aktor. Pse duhet të nisi filmi me Travis Scottin? Nis sepse me ç'duket skuadra e marketingut ka dashur të kënaqë të gjithë grupimet kontroversiale në Amerikë, në mënyrë që edhe me akademin ta kenë në thonjza në rregull të gjithë gjën që do ndodhi mbrapa, sepse do vi dhe momenti që do vlerësohet filmi, dhe kanë preferuar të kritikohen nga kritika, edhe me syrin që
shiko se unë pres që ti si kritik të më kuptosh pse janë bërë këto zgjedhje, sepse sot ta sjellësh në jetë një film të këtyre përmasave, është e pamundur të mos bësh kompromise. Kemi parë në internet se si janë sjell njerëzit me njëri tjetrin për shkak të zgjedhjeve që janë bërë. Ne si filmdashës do donim zgjedhje të tjera tek aktorët, është hera e parë që unë them vizualisht dhe në nivel audioje filmi ishte i mrekullueshëm, ndërsa kasti ishte nga fillimi deri në fund kompromis i madh. Nuk më ka ndodhur kur më përpara, kjo është shumë gjë e çuditshme, po na bën të kuptojmë edhe se si përmasat e këtij filmit janë të tilla që nuk e lejojnë asnjë lloj regjizori të bëjë atë që realisht do, se unë nuk mendoj që Nolan i ka bërë realisht atë që donte në nivel aktorësh, po ka bërë atë që duhej. Pëlqeu kjo që the, dhe kam vëre që ke patur dhe një lloj debati në profilin tënd në Instagram në lidhje me përzgjedhjen e castit. Dhe nuk e di, domethënë jemi kthyer dhe ka hyrë dhe këtu tek ne në Shqipëri kjo ideja që ose je pro diçka ose je totalisht kundër, domethënë nuk mundesh që të kesh nuanca midis gjërave. Domethënë ti mund ta pëlqesh filmin në nivel vizual, në nivel audio, ndoshta mund të pëlqesh dhe një pjesë të mesazheve të tij, po ka dhe elemente të tjera që nuk të pëlqejnë, siç është casting. Dhe nuk e di si e mendon, çfarë tregon kjo për shoqërinë dhe për botën ku po jetojmë. Tani unë mundohem të qëndroj shumë tek filmi dhe kur edhe në faqen time kur i referohem personazheve, aktorëve apo castingut, mundohem që të qëndroj në optikën e kinemas. Pra unë nuk bëj asnjë lloj paragjykimi apo gjykimi për sa i përket personazhit apo aktorit në jetën personale, dhe unë pata një kontroversialitet të madh për sa i përket videos që unë publikova për Elliot Page-in. Elliot Page e dim që vite më përpara është një transgender që vite më përpara interpretonte role vajzash apo grash për shembull në filmin Inception. Elliot Page, që aso kohë quhej Ellen Page, kishte një rol të mrekullueshëm dhe një aktrim i mrekullueshëm tek Juno, që ndoshta është filmi më identifikues i Elliot Page-it. Aso kohë Ellen Page është filmi që është vlerësuar më shumë nga kritika në nivel aktrimi. Pra unë absolutisht e vlerësoj Elliot Page-in si një aktor të jetë të talentuar, ama përzgjedhja e tij për Odisean nuk më bën fare sens, jo sepse ai për mua nuk është burr, jo sepse ai është transgender, po sepse ajo staturë fizike, unë di që një ushtar i atyre kohërave kishte një mburoj që peshonte jo më pak se 8 kg, një shpatë që peshonte jo më pak se 2 kg. Tash një person që është 50 kg të mbijetoj 10 vite jashtë mureve të Trojës duke luftuar për ditë, për mua nuk ka sens logjik. Pastaj edhe kompozimi i fytyrës së Elliot Page-it është një fytyrë e ëmbël, jo e egër. Nuk po them është burr, është femër, nuk i hyj fare kësaj se unë s'jam në gjendje ta bëj këtë lloj gjykimi, po unë nuk mendoj që çdo aktor mund bëj çfarëdo lloj roli, sepse janë ca role që kërkojnë një lloj stature fizike. Imagjinojmë pak The Mountain tek Game of Thrones. Tani nuk mund ta bëj The Mountain çdo lloj personazhi, se duhet një mashkull 2 metra, 120-130 kg për ta bërë. Për të cituar pastaj Tony Soprano, që unë e kam për zemër sado që nuk duhet marrë si shembull, po ai ka një batut që i referohet këtij momenti që ne po kalojmë. Ai thotë të normalizojmë këtë, të normalizojmë atë, të normalizojmë gjithçka, po sikur të ndjejmë dhe turp ndonjëherë. Kupton se edhe turpi është njerëzore, dhe ne këtë pjesën e turpit në zgjedhje në kinema unë s'po e shoh më fare, sepse për disa arsye të zgjedhësh një afrikano-amerikane për të bërë rolin e Helenës Trojës, unë nuk e kuptoj përse, domethënë ku është gjëja, a është vërtet sepse ajo është aq e bukur sa të themi kjo është gruaja më e bukur në botë dhe prandaj u bë gjithë lufta dhe prandaj po zgjedhim Lupitën sepse Lupita është gruaja më e bukur në botë. Nuk e di, sepse në nivel kritike mbi modën nuk është Lupita gruaja më e bukur në botë në këtë moment. Kështu që ajo zgjidhet për mendimin tim për të krijuar kontroversialitet. Këto multinacionet që shohim në film, një film që miksohet dhe shërbëtori i Odiseas është meksikan, sado që ishte për mua aktori më i mirë në film, aty John Leguizamo, po thjesht fakti që po e ndërkombëtarizojmë mendoj që është për të normalizuar disa sjellje dhe për të thënë që
ne jemi të bashkuar kur nuk është kjo e vërteta. Domethënë bota sot është më e ndarë se kurrë pikërisht sepse njerëzit nuk kanë identitet më dhe nuk po e thonë ato që duan të thonë në mënyrë drejt. Unë thash ato që doja të thoja mbi Elliot Page-in, thash mendimin tim që në film Elliot i mëngjan më shumë me një grua se sa me një burr, me një grua me model flokësh të shëmtuar. Këtë thash unë dhe aty shpërtheu një luftë sepse shumë njerëz u ndjen të thirrur në kaos, shumë njerëz u ndjen të ofenduar dhe unë u mërzita patjetër sepse nuk është qëllimi im të mërzis njerëz apo të hyj në zgjedhjet personale të personave dhe për këtë shkak edhe e fshiva videon dhe kërkova ndjes tek personat që ishin lënduar sepse nuk është qëllimi i faqes time të krijoj këto lloj bisedash. Ne folëm pak edhe në fillim, para se të fillon me regjistrimin, po çfarë lloj odiseje ka krijuar Nolani, domethënë sepse në origjinalin Homerit poemën epike nuk është, domethënë, domosdoshmërisht një njeri i mirë apo një personazh që ti mund ta pëlqesh. Sigurisht është i zgjuar, është dhe hileqar, është dhe dinak, është dhe mashtrues, është një njeri që është gati të bëjë çdo gjë për të fituar. Ndërkohë që Nolani sikur na sjell një lloj versioni shumë të thjeshtëzuar të tij. Mendoj që për Odisean të dy ne Bjorn nuk jemi në gjendje të flasim, sensin duhet një profesor letërsie sepse është vepër jashtëzakonisht e lashtë dhe është shumë komplekse, nuk është ajo që ne njohim në librat që kemi bërë në shkollë apo në ato çka kemi lexuar dhe të jesh përkthyes i Homerit për shembull cilësohet si një grad shumë e lartë në letërsi, me sa kam dëgjuar unë. Por ne do flasim me njohurit tona dhe në njohurin time unë ditë them që nëse ka një tipar dallues për Odisean në histori, është fakti se ai identifikohet me dinakrin. Pra, kur ti mendon Odisean, ti mendon kalin e Trojës. Kali i Trojës sot përdoret edhe në biseda të rëndomta për të thënë që shikone do t'i bëjmë një hile apo i është bërë një hile apo po bëhet një hile, një kal Troje, pra diçka dinake. Po t'i referohemi kinemas, kinemaja e ka sjell gjithmonë Odisean si dinak. Gjithashtu në letërsi citohet në shumë momente si dinak dhe në shumë momente si hileqar, në shumë momente edhe merr konotacione negative, madje për të qeshur një nga miqtë e mi më tha që Odisea është i pari në histori i cili ka bërë bisht punës duke u shtirur si i paaft mëndërish si budalla, sepse ka një pasazh midis tij dhe Agamemnonit ku ai për të mos vajtur në luftë shtirej sikur po mbillte në breg të detit. Shtirej si i çmendur. Prandaj ky personazh është sjell shumë ndryshe nga ne që jemi mësuar dhe mendoj që nuk do mbahet mend karakteri i Odiseas së Nolanit. Pse? Sepse shumë e vështirë ti të luftosh atë që është krijuar në mijëra vite dhe Nolani dhe Odisea do ngelet dinaku, do ngelet një simbol i dinakris, nuk do ngelet një simbol i pendesës. Sepse çfarë ka bërë Nolani, ka sjell një Odise i cili pyet veten vazhdimisht për shkak të sfidave që po kalon, aventurave, peripecive, a e meritoj unë të kthehem në Itak? Ndoshta gjithë tot këshijat që kam bërë unë kam shkelur ligjin e Zeusit, nuk e meritoj të kthehem, po bota nuk do e mbaj mend kështu. Nuk është mbajtur në mend për 2800 vite Odisea në këtë formë dhe nuk besoj se kjo vepër e Nolanit do e shtrëmbrojë atë imazh që ne kemi të Odiseas. Dhe do shtoj edhe një gjë të fundit, prindrit tanë për shembull janë mësuar me atë figurën e Bekim Femiut. Bekimi kishte një forcë të jashtëzakonshme në shikimin e tij, që me shikim të transmetonte një lloj dinakrie dhe një lloj kapaciteti për të fituar kundrejt teje, për të treguar superioritet me anë të inteligjencës dhe shumë elemente të tilla për të mos thënë të gjitha janë hequr nga Odisea i Nolanit, është hequr edhe dialogu me Polifemin që është një nga momentet më të bukura që mbajnë mend të gjithë shikuesit në Odisetë e mëparshme. Një motiv që më bëri përshtypje gjatë filmit ishte, domethënë, përmendja e popujve të detit, domethënë Sea People. Me sa mbaj mend përmenden dhe janë dhe në histori, domethënë flitet për ta. Nuk është se dihet shumë se cili qytetërimi kanë përkitur, po domethënë kanë qenë një lloj popullsie gjysmë pirate që mërgonte dhe sulmonte qytete të ndryshme për të mbijetuar, për të pleçkitur dhe për të mbijetuar. Dhe gjatë gjithë filmit flitet për ta si një lloj grupi njerëzish barbar që kërcënojnë qytetërimin, sidomos qytetërimin helen. Po gradualisht dhe afër fundit të filmit kupton që
ta, domethënë, po ky popull i detit, domethënë, pas kanë qenë në një farë mënyrë vetë Grekët ose vetë Odiseja. Dhe nuk e di se të është dukur kjo ide gjatë filmit, domethënë që qytetërimet e kanë shumë të lehtë ta quajnë dhunën e tyre, ta paraqesin dhunën e tyre si civilizim, ndërkohë që dhunën e tjetrit si barbari. Domethënë, për sa kohë nuk dije që ishte vetë Odiseja, po themi, domethënë pjesë e këtyre Sea People, ata ishin barbar. Në momentin që ai e kupton që ka qenë vetë ky, domethënë, si pjesë e kësaj e popujve të detit, atëherë prit se duhet ta kuptojmë dhe ta pranojmë pak më ndryshe. E kam ndier edhe unë gjatë gjithë filmit këtë që sikur Nolan i ka dashur të thotë që historia shkruhet nga ata që e fitojnë, dhe ata që e fitojnë shpeshherë janë hipokritë sepse nuk e tregojnë gjën siç duhet ose janë pjesë e problemit shpeshherë, po nuk e cekin asnjëherë problemin për sa kohë që ata janë fitues. Filmi ka plot simbolika kontroversiale, ka plot mesazhe të fshehura, për shembull është e vetmja skenë ku flitet greqisht me sa mbaj mend unë është skena ku në një nga fshatrat ishujt që plaçkisin ushtarët e Odises, ndaloi një fshatar i cili flet greqisht dhe është një nga të vetmet momente ku flitet greqisht, ama ushtarët e Odises nuk e kuptojnë. Ky është element shumë interesant sepse me këtë element ne mund ta aludojmë që Itaka nuk janë grek. Duam pasaj t'ja bëjmë qefin vetes dhe të themi që në sekuencat e Itakës apo të anijes me ushtarët e Odiseas ka muzikë polifonike shqiptare, mund ta aludojmë pra që janë shqiptarë këta, nuk janë fare grek, nuk e di, po është shumë e çuditshme që në të vetmin moment që flitet greqisht, ushtarët e Odiseas nuk e kuptojnë fshatarin që po flet në atë gjuhë. Ndoshta ky është leximi imi, po mendoj që filmi ishte plot e përplot me momente të tilla. Në fakt edhe fundi më la shumë për të menduar, se mbyllet domethënë me këtë idenë e shkeljes së ligjit të Zeusit në lidhje me mikpritjen dhe mënyrën si lufta e Trojës ishte, po themi, momenti i parë kur ky ligj thyet, sepse i lihet kjo gjë si dhuratë trojanëve dhe ata e marrin në mirëbesim, po ndërkohë mbaret brenda tradhtin sepse brenda barkut të kalit janë ushtarët. A është në thelb Odiseja i Nolanit një film që lidhet me faktin se qytetërimet nuk rënohen se i pushtojnë barbarët, po ndoshta sepse shkelin vetë parimet mbi të cilat janë ndërtuar? Po, mund të jetë patjetër një nga mesazhet që jep filmi, sepse filmi bazohet tek shkelja e ligjit Zeusit, që është ligji i mikpritjes. Unë nuk e di sa i vërtet është ky ligj në libër, a është vërtet kështu, a aplikohet në të gjitha rastet që u aplikuan në film në atë mënyrë, sepse këtu pastaj na duhet dikush që njeh shumë mirë librin, me thënë drejtën. Po që në thelb, po, gjithë filmi bazohet mbi një shkelje principi, një shkelje besimi, një shkelje kanoni, po themi që personazhet kanë dhe prandaj shkojnë gjithë gjërat mbrapsht. Dhe mund të jetë dhe ky mesazhi, domethënë që ti nëse ke bërë një shkelje të principeve, të parimeve tua, ke pasoja të jashtëzakonshme dhe do të duhet të bësh diçka të jashtëzakonshme që ta shlyesh, sepse Odiseja bën diçka të jashtëzakonshme që të kthehet në Itak. Është film plot e përplot me momente të tilla, sepse është vepër që i ka mbijetuar kaq shumë shekujve dhe për këtë arsye qëndron në këmbë gjithmonë në mënyrë kontroversiale dhe gjithmonë do ngrej debat, sidomos kur përfshihen emra kaq të mëdhenj si Nolani apo personazhe që janë gjiganteske në kinematën. Duket sikur ka një mesazh deri diku, nëse mund ta quajmë konservator, pra ky vajtimi për humbjen e traditës, domethënë për shkeljen e ligjit të Zeusit, diçka që i përket të shkuarës. Po në të njëjtën kohë ne përmendëm që është një film shumë liberal se përpiqet që t'u bëj qefin të gjitha grupimeve kontroversiale. Personalisht si shikues nuk e përqafoj sepse them, nëse ti si regjisor je munduar dhe si skuadër tham se nuk është vetëm një regjisor, jeni munduar të sillni diçka hiper realistike që i referohet mitologjisë. Domethënë mitologjin po mundoheni të na sillni si të vërtet nëpërmjet cilësisë kamerës, nëpërmjet efekteve, nëpërmjet mjeteve që i bëni autentike çdo anije, aty ishte e punuar me punë kolosale, kostumografia
që shumë se kanë pëlqyer, po unë e pash shumë të bukur estetikisht, edhe kostumin e Agamemnonit ishte impresionues. Ca e cilësuan si kostum Batmani, nuk e pëlqyen fare se ju duk groteske, po ajo mitologji është, ne nuk i dim kostumet si kanë qenë, a kanë ekzistuar ato kostume, kështu që te kostumet ti mund të luash. Ama tentativa e gjithë skuadrës është ta sjellë filmin sa më real dhe sa më afër nesh, dhe filmi vjen shumë afër nesh, trajton pra një lloj konservatorizmi, nëse mund të themi, një lloj principi konservator për të ruajtur ca tradita, për të ruajtur ca sjellje, dhe më pas i gjithë kasti është kast kontroversial që i referohet multietnive, i referohet gjinive të ndryshme, i referohet kontroversialiteteve të ndryshme në botë tani. Këto dy gjëra nuk shkojnë paralel. Nëse ti do të sjellësh një film që i referohet mitologjisë dhe ta sjellësh sa më real, atëherë duhet mundohesh të bësh casting sa më real, sepse unë dhe Anne Hathaway nuk e pëlqeva shumë. Penelopa edhe në libër është dinake, sepse është gruaja e Odiseas dhe 20 vite ajo rrotullon gjithë kandidatët dhe i mban peng, si me thënë, për të mos e zënë vendin e Odiseas. Ndërsa në film ajo ishte komplet e burgosur, po themi, nga këto kandidatët. Telemaku nuk më pëlqeu, Zendaya nuk më pëlqeu në atë rol. Jo se ato nuk e kanë bërë punën e tyre, po mendoj që mund të gjenin shumë më mirë se sa Tom Holland për Telemakun. Do preferoja Timothy Chalamet, që nuk jam fan i Timothit, po do ishte më në rol se sa Tom Holland. Zendaya po përfaqësonte figurën e Athinës ose shërbëtoren e Athinës, është për të ndarë dhe kjo pjesë nuk kuptoi shumë mirë, dhe Athina personifikon mençurinë, ndërsa Zendaya sot personifikon gjeneratën Z, vajzën cool që është në çdo film dhe po na serviret pafund. Prandaj gjithë këto figura kontroversiale, për të mos vajtë te Travis Scott që është rapist, pra si nuk qen ka një aktor që mund ta bëjë atë Bejtegjiun, nuk e mbaj mend tash cilin rol bënte Travis Scott, që mund ta sillte Bejtegjiun më realistik, se ti do të bësh një mitologji në formë reale. Pse Travis Scott? Do me thënë, kam përshtypjen që u zgjodh me që është repist dhe ideja që këto poema dikur janë kënduar. Po. Sa sens bën kjo ama? Do me thënë, unë e shoh më shumë si zgjedhje edhe për fan base. Këto janë njerëz që kanë fan base. Gjithë to që citova unë kanë një bazë ndjekësish i thtarësh të jashtëzakonshëm. Pra janë njerëz të suksesshëm në rrjetet sociale, dhe mund të themi edhe këtë që rrjetet sociale sot po dominojnë edhe artin, po dominojnë dukshëm edhe jetën tonë të përditshme, kështu që këto janë zgjedhje për të siguruar investimin, mendoj. Aty është investuar një kapital i frikshëm, dhe nëse ti në atë grupimin e aktorëve ke njerëz që kanë ndjekës, do të thotë që ke aktorë që do sjellin shikues në salla. Nuk mendoj se është bërë kush është aktori më i mirë për këtë rol, sepse dhe Odisean vet, me gjithë respektin për Matt Damon, se unë e dua për shumë filma, Odisea nuk është good guy. Matt Damon ka pamjen e një djalit mirë në çdo film, ka një çere pozitive edhe kur merr role negative, për shembull te Interstellar që ka një personazh negativ, ai prap ka një çere që është vënë aty sepse të surprizon. Ti nuk e mendon që ai do dali negativ, po prandaj është vënë. Është vënë se ka këtë fytyrën e të mirit. Nuk i shkon për mua Odisea, sado që fizikisht e kishte sjell plotësisht, se fizikisht kishte bërë një punë kolosale me fizikun e tij për ta sjellë një. Çfarë mendove për binchat ose monstrat? Në mos gaboj hera e parë që Nolan i përfshin në punën e tij, domethënë si regjisor. Polifemi më pëlqeu shumë si e kishin sjell. Statura e Polifemit ishte bërë me efekte speciale, jo me CGI, pra nuk ishte kompjuterike gjëja, po ishte një manekin i madh dhe fytyra ishte bazuar në një aktor konkret. Punë e jashtëzakonshme, më pëlqeu shumë, ishte shumë reale, edhe pjesa me Çirçen, me shtrigën që i kthen në derra, mu duk shumë e realizuar. Ishulli i gjigantëve ishte prap shumë i bukur dhe më pëlqeu që e lanë si simbolik, pa e shpjeguar, sepse në kinema nuk duhet shpjeguar gjithçka, domethënë duhet lënë dhe diçka në formën e mistikës. Mu duk punë e jashtëzakonshme. Pra unë përsëris që vizualisht ndoshta unë nuk kam parë diçka më të bukur se sa Odisea e Nolanit, sepse më pëlqyen shumë skenat e fshatrave, skenat pastorale, më pëlqeu shumë landscape, më pëlqyen close-upet, pamjet e para të aktorëve, skenat e detit, anijet, mua edhe kali, edhe kostumografia më pëlqyen, se jo të gjithëve i kishin pëlqyer. Muzika është e jashtëzakonshme dhe prandaj them si ka mundësi kjo lloj pune kaq
estetike në thelb, të shkoj për krah me një casting, me një zgjedhje aktorësh që është për mua komplet e gabuar. Shumë faleminderit. Falenderoj unë, Bjorna. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.